Qendra shqiptar me plisa të vendosur në kokë, të veshur kuq e zi dhe me flamur që i valvitin në duar, u mblodhen këtë të diel para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës. Të pakënaqur me mënyrën se si po zhvillohet procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s, ata protestuan për të kërkuar drejtësi dhe për të kundërshtuar qasjen që sipas tyre po tregohet ndaj luftës çlirimtare. Por si shkoi e gjithë protesta për TVN, tregoi kryetari i OVL-s UÇK-s. Sot protesta ka shkuar shumë mirë dhe ka shkuar si që kemi menduar ne. Dhe që ka menduar Këshilli Organizator. Ne kemi protestuar në mënyrë të nacionale para Parlamentit të Evropës, ku në parlament po vendosin padrejtësi e morën një rezolutë dhe vjen nga një shtet unimik nga Zvicra, që ne kemi besuar që nga Zvicra apo nga njëri ta vjen një kese për vendin tonë për pjesëtarët e ushtrisë së Kosovës. Pas protestës, Gucati njoftoi se ka dorëzuar edhe 285 letra në emër të secilit antar të Asamblesë të Këshillit të Evropës, në lidhje me procesin gjyqësor që po zhvillohet në gjykatën speciale. Në ato kërkesa janë që edhe ne ta rishtojnë rezolutën deputetët nderuar të Evropës dhe të kërkojnë falje para qytetarëve të Kosovës për gabimin e kolegëve tyre që kanë bërë. Rezoluta dëmton edhe shtetin e Kosovës, dëmton edhe kombin shqiptar, jo vetëm neve si pjesëtarë të UÇK-s. Dhe ne kërkojmë që në atë rezolutë të rishikohet e njerë dhe dalin me një verdikt kundër asaj rezolute të deputetëve të Parlamentit të Evropës, të cilët besoj dhe shpresoj se do ta marrin parasysh kërkesën tonë. E deri më tani, kryetari i OVL-s UÇK-s tha se mbi 160 deputetëve se kanë pranuar dokumentacionin në email. Ne kemi quajtur me email çdo deputeti kemi quajtur kërkesën tonë dhe deri më sot na kanë përgjigj mbi 160 deputetë që kanë marrë dokumentacionin tonë me email dhe do ta shqyrtojnë mundësinë dhe do të prezentojnë ata me komisionet e veta parlamentare që kanë të mbrana për mbrana dhe besoj se do ta kthejnë përgjigje pozitive. Tutje Kocati njoftoi se pas kësaj proteste, ata doja organizojnë edhe një tjetër në Shkup, që pritet të mbahet para 22 dhjetorit.